Vizita e Edi Ramës në Izrael me fjalim në parlamentin izraelit dhe takime me Benjamin Netanyahu ka krijuar një tension të dukshëm në marrëdhëniet me Ankaran, në një kohë kur shumica e liderëve botror kanë shmangur publikisht Tel Avivin për shkak të ofensivës ushtarake në Gaza. Rama shfaqet si vetmi kryeministër evropian që merr pjesë fizikisht në forumin izraelit për luftën kundër antisemitizmit. Në Shqipëri, pjesë e komunikimit zyrtar ishte fakti që firma izraelite në fushën ushtarake dhe teknologjike po zgjeron investimet në vend, duke u bërë një partner i rëndësishëm ekonomik dhe strategjik në disa sektor, edhe para investitorëve turq, që historikisht kanë pasur prani të fortë në tregun shqiptar. Në media turke, përfshirë disa kanale të afërta me pushtetin, nuk kanë munguar shkrime kritike dhe mallkime publike te kreu të qeverisë shqiptare. Shërbëtor zionist dhe tradhtar janë vetëm disa nga etiketimet që i bëhen Ramës në rrjetet sociale, teksa disa analistë të lidhur me AKP-n e përshkruajnë Shqipërinë si një vend që po pranon rolin e satelitit të Izraelit në Ballkan. Ky zhvillim bie në kontrast të hapur me qëndrimet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili më parë ka deklaruar se Izraeli duhet të konsiderohet armik, duke e kritikuar publikisht për operacionet ushtarake në Gaza dhe për mos respektim të standardeve ndërkombëtare. Kur inauguroi xhamin e Namazgjas, Erdogan kërkoi publikisht që Shqipëria të adaptonte një linjë më kritike ndaj Tel Avivit, njëftesë që Rama nuk e ndjek në këtë rast. Në këtë prizëm, marrja e anës nga Rama perceptohet në disa qarqe si vënie në sfidë e ekuilibrave diplomatik me Turqinë, një akt që mund të komplikojë më tej raportet personale dhe institucionale mes dy liderëve që historikisht janë paraqitur vëllëzër politik. Erdogan ka qenë shpesh një aleat i rëndësishëm për Ramën në momente të vështira, përfshirë ndihmat pas tërmetit, mbështetjen për investimet e huaja dhe zhvillime strategjike, si edhe ndihmë në projekte infrastrukturore, si ndërtimi i spitalit në Fier. Megjithatë, përgjigjja e Ankaras në drejtim të vizitës së Ramës tregon një ndryshim të mundshëm në dinamikën e lidhjeve rajonale, ndërsa Turqia ruan retorik kritike ndaj Izraelit dhe mbështet qëndrime më të forta pro-palestineze, Shqipëria duket se po zgjedh të çojë marrëdhëniet me Tel Avivin përpara, duke e trajtuar atë si një partner të ri ekonomik dhe strategjik edhe në fusha të ndjeshme si teknologjia ushtarake.